A dini se vetëm 8 gota alkool në javë, pak më shumë se 1 gotë në ditë, mund të rrisë ndjeshëm rrezikun për dëmtime serioze në tru. Një studim i ri tregon se ky nivel konsumi mund të çojë në humbje të kujtesës dhe të rrisë gjasat për Alzheimer. Studiuesit nga Universiteti i Sao Paulos analizuan autopsinë e trurit të 1781 personave të vdekur në moshën mesatare 75 vjeçare, duke përfshirë pyetësor për zakonet e tyre të konsumit të alkoolit. Ata zbuluan se personat që pinin 8 ose më shumë pije në javë kishin 133% më shumë gjasa për të zhvilluar lezione në tru, krahasuar me jo pijatorët. Këto lezione janë shenja arteriosklerozës hyaline, një gjendje ku enët e gjakut në tru ngurtësohen dhe pengojnë qarkullimin, duke shkaktuar probleme të rënda mendore. Pjetarët e moderuar deri në 7 gota në javë kishin 60% më shumë rrezik për këto dëmtime, ndërsa ish pjetarët, edhe pas ndërprerjes së alkoolit, kishin 89% më shumë gjasa për dëmtime në tru dhe një rrezik të lartë të zhvillimit të nyje tau, proteina anormale në tru që lidhen me Alzheimerin. Më shqetësuese, pjetarët kronik kishin një gjasi mesatarisht 13 vite më të shkurtër krahasuar me ata që nuk pinin fare. Pirja e tepërt ka një lidhje të drejtë për drejtë me dëmtimet në tru, që ndikojnë negativisht në kujtesë dhe aftësitë mendore, thot doktor Albert Justo, autori kryesor i studimit. Por dëmet e alkoolit nuk ndalen te truri. Konsumi afatgjat mund të çojë në kancer. Mbi 20.000 amerikanë vdesin çdo vit nga kancerat e lidhur me alkoolin, sëmundje të zemrës, tensionit të lartë, cirozës së mëlçisë, goditje në tru dhe çrregullime mendore, probleme të menjëhershme si helmimi nga alkooli, aksidentet, mbytyet apo vetvrasjet. Nga 178.000 amerikanë që humbin jetën çdo vit për shkak të alkoolit, 2/3 vdesin nga dëmet kronike të konsumit afatgjat, ndërsa pjesa tjetër nga pirja e tepruar në një rast të vetëm. Për të mbrojtur shëndetin tuaj, zvogëloni konsumin e alkoolit dhe konsultohuni me një mjek për këshilla.